Ca 5 dhe 10 është ka mesi, Shumë e mirë, 10 vite është pak me këpik pyetje. Kjo është ajo. Po nëse dojmë na me fol, aspekti sipërfaqësor, që ashtu nuk është. Realisht, kjo është ajo. Nëse i marrim gjitha këto elemente të përgjithshme, faktor kryesorin, shëndetësor, ekonomik, edukimi, rrethana shoqërore, gjitha janë këto. Nëse sot janë kaq virale rrjetet sociale, pse duhet ndoshta një mësit, ose cilat janë arsyet që zotri Dajakut ja jep dikush që nuk mundet, ndoshta pse s'mundet dikush me gjetë nusë sot, ose burr? Është disha më lidh këto. Rrjetet sociale dhe mësitnia tek rrjetet sociale është kesh përdorimi më i madh. Kesh përdorimi më i madh. Ndërsa tek mësitnia mendimi jam është pak më serioz. Sa ty në familje, se në aeroport vojza nuk e pret. Po deshta me ndërlidh se kesh përdorim në rrethana të ndryshme. S'ka besueshmëri. Çështje bukurisë, çështje financiare, çështje të ndryshme, çështje të ndryshme emocionale. Në këtë rast tek çështja e mësitnis është pak më serioz. Shkaku se hynë dy familje të serioze dhe aty ka përgjithësi, ka gjithat elementet të cilat nuk duhet të janë shkalohen. Disa komente i pote zënja Femije më herët se çka po të shkruajnë. Po shkruajnë, bile ju kërkoj fali se përdora telefonin, po duri me më kuptu. Si të një garant, kuptarim dikush më martu dikush. Jo, po na jena avokat.